one-stop shop në kufirin Blac. Me njerë në bas asaj kemi pas takimin, afër 30 minuta kemi qenë bashku, tet a tet, ma vonë në u bashkangjit edhe ambasadori i Kosovës në Macedoni, dhe unë kam shpresh shqetësimet e mia. A e mirë kuptoj situatën? Po, zotri Kurti kërkonte normalisht fakte, argumente për këto gjëra, edhe pse edhe ambasadori pajtoheshte me këto fakte që ja kam thënë, po përsëri unë prisja që ajtë reflekton, po përkundrazi çfarë ndodh, zotri Kurti i thirr disa njerëz prej Aleancës për Shqiptarët, konkretisht zotri Fetajin, të cilin kur e emrova për ministër, unë personalisht, se nuk kalonte në organet partijake ishin në kundërshti, ai ka qenë, zotri Kurti ka qenë kundërshtuesi më i madh. Për zotin Fetaj që të bëhet. Ku e gjetët bashkëparat, kish përcjell porosi nëpërmjet Izet Mexhitit dhe Bilal Kasamit, dhe ky ishte zhgënjim total, unë kam thënë, unë kam vendos për atë, dhe nuk ka kush përzihet për emrimet të cilët i bëj si dhe nga i moment komunikimi është zero me zotin Kurti? Prej ditës one stop shopit, po, s'kemi pas komunikim. Deri tash nuk kemi pas, po unë e respektoj zotri Kurtin, zhgënjimi është i madh kur e thiri zotri Fetajin dhe 2-3 aktivistë të Aleancës për të kriju fraksion në Aleancën për Shqiptarët, që mendoj se është shumë e ulët. Por, përsëri, është kryeministër, është institucion, unë kam respekt për këtë njeri. Po i bie që zotri Kurti është krijuesi edhe i fraksionit tani tek Aleanca për Shqiptarët? Po, absolutisht, mbasi erdhën në Kosovë, nesër me shpallën grupin i cili është kundër BDI-s, në temë, zotri Fetaj, zotri Azir Aliu, tash është ministri i shëndetësisë, ato kanë qenë, për shembull zotri Fetaj më thoshte atmosfera është toksike në Vlenë, nuk rihet. Është e padurueshme, kemi edhe stenograme prej proces verbale prej mbledhjeve të kuvendit të kryesisë. Gjithashtu Azir Aliu ka qenë njeriu që më ka bë presion të jashtëzakonshëm për të bashkangjit BDI-s dhe për të dalë prej Vlenit. Unë nuk mund të çfarë ndodhi tani? Mbas ju takuan me zotri Kurtin, vendosën që të jenë vetëm anti-BDI, të mundohen të kryejnë telashe në Aleancë për Shqiptarët, po them, kam respekt për zotri kryeministrin e Kosovës. Ju keni respekt, por unë dua ta shoqëris pak këtë çështje me atë që unë po e quaj në këto momente si një lloj tutorizimi politik. A kanë nevojë shqiptarët e Maqedonisë për baballar politik nga Kosova, zoti Taravali, dhe a mos ndoshta ky rast ka dëshmuar që është gabim të me një farë të orientohet politika qoftë majtas, qoftë djathtas nga një lider që është i një shteti tjetër, megjithatë Kosova është një shtet tjetër, dhe megjithatë Kurti nuk jeton në Maqedoni dhe nuk e kupton realitetin e Maqedonisë, jo vetëm Kurti, por e kanë fjalën për pjesën tjetër të leadershipit në Kosovë. A është gabim që shqiptarët e Maqedonisë i drejtojnë antenat në Kosovë në këtë situatë? Nuk mund të them tutor, po zotri Kurti është fakti pamohshëm që ka ndikim dhe ka një simpati prej qytetarëve në Maqedoni. Kjo është fakti pamohshëm. Kjo s'ka diskutim këtë. Por ideja është pse të pyetet një lider në Kosovë nuk është pyetje. Po kjo kështu i bie zoti Taravali, sepse nëse ai ka qenë arkitekti dhe sponsori kryesor politik, i bie që ai ju ka bërë bashkë. Ai me një farë forme ka nxjerr parametra se si duhet ballafaqoheni me një subjekt politik që e ka një shumicë të padiskutueshme të maqedonasit, edhe ku duhet shkojnë shqiptarët me një farë forme. Vetëm një sqarim, domethënë historikisht në partitë politike sidomos të Kosovës, më pak të Shqipërisë, kanë pas impakt në partitë politike shqiptare, edhe në Lugin, edhe në Maqedoni, edhe në Maltezi, kështu që këto raporte kanë qenë korekte në kontinuitet, nuk është diçka risi. Thash, zotri Kurti jo që e ka kriju, po them me një farë mënyre mos ishte ai, unë personalisht flash, nuk isha bashkangjit Lenit. Ka qenë personi që më ka bind, po edhe vetë kam qenë i vetëdijshëm se është momenti për ta sjellë ndryshimin te shqiptarët. Por, jo ky ndryshim, që sot, në qoftë se i bëjmë një audit për atë çfarë kemi për një vjet, nuk është ndryshim, po fatkeqësisht është zhgënjim. Kur nuk është ndryshim, ti e ke premtu. Unë mendoj se shumë më e ndershme është që dalish, po e përsëris para qytetarit edhe thuish, më falni se gabova, kthehem ke qytetari, kam ndesh ndryshim, po jo
Jo kësi ndryshim. Jo kësi ndryshim. A ka më shumë zoti Kurti impakt tek shqiptarët Maqedonia apo zoti Rama? Ka ndikim edhe zoti Rama edhe zoti Kurti, po pa dyshim, Kosova dhe Maqedonia janë shumë të ngjashme, shumë të lidhura. Është me një formë një zonë politike. Absolutisht. Po këtu ishte krijuar në zgjedhjet e fundit sidomos një lloj bindje zotit Taravali që është një betejë jashtme me zotin Rama me zotin Kurti, sepse Rama mbështeste BDI-n Ali Ahmetin me kryeministrin e parë shqiptar edhe me ish-ministrin i cili tani u shpall në listën e zezë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjë që shënon një hap të rëndësishëm, por njëkohësisht shumë negativ, sepse një shqiptar të vendoset në listë zezë të Amerikës është goxha e rëndë, dhe nga ana tjetër Kurti që mbështeste Vlenit. Kështu me një farë forme ishte perceptiv. Në esencë krijohet bindja se betejë politike në Maqedoni është betejë ndërmjet dy kryeministrave, por në fakt nuk mund ta them se ka qenë ashtu. Jo. Ka pas një farë përkrahje inerte prej zotri Kurtit për Vlenin, është e vërtet. Gjithashtu ka pas një farë përkrahje përsëri e themi inerte, jo e dukshme prej zotri Ramës për BDI-n vitin e kaluar. Po këto raporte mes shqiptarëve dhe partive politike shqiptare në zonat dhe rajonet ku jetojnë shqiptarit, në trojet shqiptare, unë mendoj se është edhe shumë normale, nuk është diçka e jashtëzakonshme. Jo, raportet korrekte janë... E jashtëzakonshme është kur ka ndikim prej shteteve jo shqiptare, ndaj politikave që bëhen për shqiptarët në Maqedoni. Edhe keni fjalë për Serbinë dhe rolin e Serbisë që e ka atje. Absolut, ajo është më e dëmshme në qoftë se ato kanë ndikim në politikë bërjen shqiptare, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni. Shumë kush në Kosovë ndoshta edhe se kupton nuk është afër realitetit në Maqedoni, por është mirë t'ua qartësojmë se Serbia ka dorë të shtrirë direkt dhe indirekt tek politika në Maqedoni, dhe pak kush ndoshta e imagjinon edhe në bazë të akronimit që Serbia ka dorë edhe tek VMRO-ja, që dikur ka qenë pro-bullgare, por që tani, jo vetëm tani, po që nga koha e Gruevskit ka funksionuar me një orientim më ka Beogradi se sa ka Sofia, apo jo? Deri 2002 VMRO-ja ka qenë me një ish kryeminist Ljupçe Georgievskin komplet një qeverisje tjetër, prej 2003 kur vjen Gruevski kryetari i partisë deri tani tash është komplet një VMRO tjetër, them kështu ideologjikisht, por është në qoftë se bisedoni me njerëz kompetent nga përfaqësues ndërkombëtar, është fakti pamohueshëm se ndikimi serb në Maqedoni, posaçërisht vitin e fundit, është si asnjëherë më parë në këto 35 vitet. Në çfarë fushë zoti Taravali? Posaçërisht në fushën e sigurisë, në ndikimin në politikat që bëhen në Maqedoni, në ndikim në investimet të cilët bëhen, në qoftë se i shihni njerëzit që miren me geostrategji, dhe në qoftë se i analizoni investimet që planifikohen të bëhen prej VMRO dhe PMN-s,